Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek përmbledhja e fetvave të Sheikhul Islam Ibn Taymiyes rreth temave të fikut. Kemi arritur tek kaptina e namazit, pika 163, mendimi i Ebul Abbasit, domethënë Ibn Taymiyes rahimahullahu taala, rreth domethënieve të shariatit në krahasim me domethëniet gjuhësore janë të njëjta, vetëm se domethëniet e shariatit janë të përcaktuara me më shumë cilësi nga ato gjuhësoret. Vllazni, do më nal pak këtu në këtë pikë, një shpjegim të shkurtër. Çdo dispozite ka definicionin gjuhësor edhe definicionin shariatik apo definicionin terminologjik. Nëse mirët në definicionin gjuhësor, namazi es-sala përkthehet sikur lutje. Dhe për atë arsye disa nga kuranistat, të ashtu quajtur kuranista, e kanë marrë dhe kanë thonë s'ka namaz. S'ka namaz në kontekstin që falim na namazin, sepse thot es-sala përkthimi është dua, lutje edhe u kry puna. Ndërsa ajo nënkupton në aspektin terminologjik që është një veprim i caktuar që fillon me tekbir dhe mbaron me selam. Siç ka ardhur domethënë në transmetime të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Po ashtu, ai thot se popujt para nesh kanë pasur namaz. Në kohra dhe në formë të ndryshme, mirë, po jo sikur ky namazi jon që është i përsosur. Te shehu nuk ka detyrim pa dituri e as dëmin. Domethënë në një aspekt, Allah subhanahu wa taala nuk e detyron, mirë, po nuk e dënon një popull nëse nuk ka dituri. Për shembull, është me një vend ku e dinë që s'ka dituri rreth namazit, edhe vetë shahadetin e ka thonë edhe s'po din. Nuk ka gjuna për atë person derisa nuk e din dispozitën fetare. Pikërisht për këtë thot se nëse një mosbesimtar thot luftarak bëhet musliman në vendin e tij, nuk detyrohet të falet nëse nuk di për detyrimin e faljes. Do thënë është i arsyetuar tek Allahu subhanahu wa taala, që sot është e vështirë, apo pse ka raste të caktuar në për vendet jo muslimane, ndoshta me një shtëpi të caktuar mund të themi që nuk e din namazin, pse pak e vështirë, sepse vetëm me një shkrim, me një tekst të vogël në YouTube, falja namazit në secilën gjuhë të del falja namazit. Kush vepron ndonjë ndalesë, ndonjë haram, apo bën një urdhër me padituri, që arsyetohet, nuk ka mëkat, nuk merr mëkat. As nuk duhet ta kryej atë vepër më vonë, e as duhet dhënë dëm shpërblim. Namazi nuk kërkohet vetëm se pas pjekurisë, kur është mbyllëk. Pra nuk kërkohet nga fëmia edhe nëse arrin moshën 10 vjeçare. Në aspektin nuk kërkohet, to po thot nuk është detyrim, sepse a urdhnohet, po ka thënë pejgamberi sa urdhnoni fëmijët tuaj në moshën 7 vjeçare. Po tash urdhresa do të thotë që e ka obligim ai, jo, mi mësu është fjala. Është mi mësu. Dhe pastaj në moshën 10 vjeçare do të thotë rrihni, ka në hadith pejgamberit alayhis salam, rrahja nuk kuptohet siç ne kuptojmë rrahjen apo në tekst. Është një lloj çortimi me një aspekt. Namazi po ashtu shpërblimi nga veprat e fëmijës që kryen nga ibadeti i takon fëmijës dhe atij i cili e urdhnon. Do thonë e merr shpërblimin edhe fëmia edhe prindi, edhe baba apo nona. Kush bën thot kufër me lënien e namazit, ai kthehet në islam me veprimin e namazit duke mos thënë dy shahadetit. Edhe kjo çështje shumë interesante. Nuk po thot që personi që e lë namazin apo kush bën kufër në lënien e namazit, thot duhet i kthehet shahadetit, por se po thot duhet i kthehet namazit. Duhet i kthehet veprimit namazit. Sikur të kishte dalur nga feja, atëherë bie që duhet i shpër shahadetit, apo? Domethënë është një fetva që lyp një studim. Siç ka ardhur në transmetimet e Imam Ahmedit, kur është pyet Imam Ahmedi rahimahullahu taala për një person i cili 2 avdit e kalon namazin, nuk e ka fal. Thot Imam Ahmedi rahimahullahu taala, thot ai thirret që ta fal namazin, më thonë që të pendohet për lënien e namazit, dhe nuk thot që të pendohet nga kufri, me një aspekt që ka dalë pi fesë e pastaj me shpreh shahadetin. Mirë po ka thonë
që të pendohet për lënien e namazit, edhe le të vazhdoj. Nëse njeriu nuk beson se namazi është detyrim, normalisht ai është kafir, nuk ka diskutim në këtë gjë. E fundit thot dham një paramendim i cili nuk mund të ndodh than. Çfarë than? Nëse njeriu beson se namazi është obligim, pastaj thot thirret, normalisht thirret nga gjykatësit musliman, nga shteti sheriatik, kur ekziston shteti sheriatik, thot thirret që të falet, duke u kërcënuar me vrasje. Thot vjen gjykatës dhe të thot nisja namazit, të kërcënon, thot por refuzon më fal. Thot jo, s'du më fal. Edhe thot po unë e di që është obligim, po s'du më fal. Nëse nuk falet dhe mbytet thot kështu, në këtë gjendje ky vdes si fasik, si gjunaqçar apo si kafir. Ekzistojnë dy mendime që i kanë të bëjnë me këtë çështje. Ky paramendim thot është i kotë sepse nuk ka mundësi të besoj se Allah i ka bërë detyrim e pastaj nuk e vepron dhe bën durim në mbytje. Nuk mundet me ndodhë një musliman që e ka frikë Allahun subhanahu wa taala me aqit shpatën para, shteti, gjykatat, me aqit shpatën edhe me thonë apo falesh apo ekzekutosh. Nuk ka musliman që e beson Allahun hak për vetë se ka me urrejt atë namaz, ka me thonë jo s'fada. Apo po themi hajde që po thot që e ka detyrim, prap thot ky person vdes me kufër të madh, edhe këtë mendim e ka edhe Sheikh Albani rahimahullahu taala. Thot kush e lë namazin për të duhet të lajmërohet se e ka lënë derisa të falet, atij nuk duhet t'i jepet do thot përgjigjen, nuk duhet t'i përgjigjet ndaj ftesës së tij. Shkaku pse? Shkaku që i bojkoti që të kthehet tek namazi me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot namazi ai cili falet thot është më afër Allahut, edhe nëse vepron shumë të këqija. Mundet me vepru gjunahe. Mirë po namazi, mas shahadetit namazi është vepra më e madhe e farzit e shtyllave të islamit. Mund me bo vepra gjunahe shumë të mëdha, tek Allahu janë më të lehta se sa lënia e namazit. Mysafiri thot, i cili e di me siguri se nëse kalon koha e namazit do të gjej ujë, nuk duhet të vënoj pas kohës për e fal namazin me tejemmum në kohën e vet. Aq ka rëndësi namazit saqë koha e namazit, saqë edhe nëse nuk gjen ujë për vetë se kur i kalon koha e saj, atë nuk lejohet mi kalu koha që me thonë po pres ujë me marë për me marë abdest, mirë po merë tejemmum, thot. Merë tejemmum. Nëse personi e lë namazin ndonjëherë falet, apo herë falet, herë s'falet, fal në i bajram, në i gjumo, dhe me thonë thjesht, dhe me thonë në erë falet, në erë e le, me një aspekt, ky person thot nuk është jo musliman, nuk është kafir, por është në rrezik të madh. Në ditën e gjykimit thot do të jetë në dëshirën e Allahut. Argumenti është hadithi i Ubadës në Sunan. Po ashtu, pika 177 Sheikhul Islam Ibn Taymiyah thot gjithashtu nëse njeriu nuk ka rroba dhe është i sigurt se pas kohës namazit do t'i gjej ato, duhet të falet në kohën e vet ashtu siç mundet. Çish mundet me një rrobë veç me mbulu avretet apo përpara dhe mrapa dhe të falet. Po ashtu thot mustahada është gjakderdhje jashtë menstruale, falet në kohën e vet. Më thon falet në kohën e vet sepse ai gjak nuk është menstrual. Dhe gratë e dallojnë cili është gjak menstrual i cili ka një erë të veçantë, ndërsa gjaku tjetër është një gjak i plagës, për shembull nëse plagosësh dikun që del gjaku, çashtu është edhe mustahada tek gratë. Thot edhe nëse është e sigurt se do t'i ndalet gjaku pas kohës së namazit. Kjo është kështu nga që koha është kushti kryesor i namazit. Pas kapitullit namazit, apo kaptinës namazit, se javën e kaluar e patëm kaptinë menstruacioneve, pas kaptinës së namazit e kemi kaptina kohëve të namazit tash. Kaptina e kohëve të namazit. Kur flasim për kohërat e namazit, është mirë të fillohet me kohën e sabahut. Sepse namazi i mesëm është namazi i kindis. Dërsa ai është i mesëm nëse fillojmë me sabahun. Kryerja e namazit në fillim të kohës është më e mirë përveç se nëse në vonimin e namazit ka dobi. Cila o dobia? Me një aspekt. Kryerja e namazit edhe çdo vepër e mirë bëhet në kohën e parë të duhur.
përveç nëse ka dobi lejohet me vënu. Cila o dobia? Vonimi I drekës kur është koha e nxehtë, ka në hadith të pejgamberit alayhis salam. Vonimi I acis për t'u afruar në kohën e vlefshme. Nëse e shtyn jacin apo nuk ka xhamat, nuk I ki xhamin afër, atëherë shtyn jacin. Më thonë është ma sevap. Gjithashtu thot ai I cili e vënon për të gjetur ujë në fund kohës saj, jo me të kalu koha, për t'u falur me xhamat ose për t'u falur me xhamat, më thonë këto janë shkaqet që lejohet me vënu deri para kohës, para daljes së kohës, jo pas daljes së kohës, të kuptohemi. Pika tjetër, nuk e ka çdo njeri detyrim ta di kohën e namazit, por mjafton muezini, pra vepron me fjalën e tij. Më thonë e pret muezinin kur e thret ezanin, apo dhe me fjalët, me dëgjimin e ezanit, ai e shtin funksion, do thot veprimin e tij, do thot e fal namazin. Nëse koha e namazit hyn, pastaj dikush preket nga menstruacioni, dikush nga gratë, apo çmenduria, çmendet, është I smut, nuk duhet kryer ma vonë. Do thonë nuk ka për to mo namaz. Është rregull të shehu se namazi dhe koha e namazit kapen me kapjen e një rekati. Pra, nëse pengesa largohet nga njeriu, menstruacionet, çmenduria, dhe nga koha mbetet një rekat, detyrohet ta kryej namazin. Domethënë, rekatin e parë thot Allahu Ekber, tamam ngritet rekatin e dytë veç fillon ezani I vaktit tjetër. Atë në këtë rast çfarë? Këtë rast ky e ka zonë namazin, me lejen e Allahut subhanahu wa taala, çish ka në hadithe në Buhari dhe hadithet në koleksione të tjera. Pikë tjetër, kush e lë namazin thot, me qëllim, nuk duhet ta kryej më vonë, sepse është rregull. Shehul Islam Ibn Taymija po do me thonë që nuk ka kaza. Namazin nëse me vetdije lihet, një namaz nuk ka kaza. Apo nuk ka kaza, se me vetdije kilon. Ke flet, ka zonë gjumi, ka up vetdia, e ki harru, ku e dione. Dhe me thonë, me një aspekt e ki një arsyetim të fuqishëm, atë në këtë rast e fal, edhe pas vaktit e fal. Mirë, por nëse me vetdije të plot, nuk kthehesh më me fal namazet që I ke lënë, por se ulemaja, po e jap një shtesë, ulemaja kanë thonë mu qubës me fal sa më shumë nafile, që me t'i falë Allahu subhanahu wa ta'ala ato namazet e kaluara të cilët nuk I ke falë. Te ka ibadetet e caktuara në kohë, humben me kalimin e kohës së saj. Do të thonë, ibadetet, çdo ibadet ka kohën e saj. Për shembull, nëse ti e fal namaz, nëse ti nuk e fal namazin në kohën e saj, apo me vetë dëshirë, me vullnetin tënd, atëherë nuk ka kohë tjetër ti me e fal, përveç rasteve siç tham, përveç se me arsye, gjithashtu edhe agjërimi. Pika tjetër, atij takon të kërkojë falje, të shpejtoj llojin e këtij ibadeti të lënë në mënyrë vullnetare. Po siç tham, detyrimet që nuk ke mundur t'i kryesh në kohë, duhen kryer menjëherë pas kalimit të pengesës me arsye, tham, apo. Bukur, kapitulli tjetër është, apo kaptina tjetër është kaptina e ezanit. Ezani edhe ikameti muthir janë fars kifaje. Nuk është urdhër individual që secili duhet ta bëj, mirë po është urdhërim shoqëror, kolektiv. Nëse një grup e thirr ezanin, atëherë bie përgjegjësia mbi të tjerët. Nuk është detyrim që për namazin që të ka ikur të thirret ezani edhe ikameti. Është mustahab tash, është e pëlqyer, apo është e pëlqyer për njeriu, thot, që falet vet me këndu ezanin dhe ikametin. Sheh Albani rahimahullahu teala ka një fetva, thot, nëse është thirr për shembull ezani në xhami dhe ke shku ti e fal pasi që është kryer namazi, duhet të me thirr ezanin dhe ikametin. Kështu e ka mendimin, edhe nëse është thirr me një xhami. Pastaj thot, ai që falet pa ezan dhe ikamet, namazin e ka të vërtet, tamam, por ka bërë gabim për mos këndimin e ezanit dhe ikametit. Ati të cilët I kanë ikur namazet, apo do t'i bashkoj dy namazet, është në udhtim, thot, apo në raste specifike që lejohet ndonjëherë me e bashku kur bjerë shi, apo ku dione, thot, e thërret ezanin vetëm për namazin e parë, ndërsa për namazet tjera mjafton vetëm ikameti. Domethënë, nëse nuk I ke fal drekën, ka ardhi qindia,
Me arsye, atëherë e thirr ezanin kohën e iqindis, e thret ikametin, e fal drekën, pastaj vetëm ikametin e thret e fal ikindin. Thirrja e ezanit është më me vlerë se sa imamllëku. Subhanallah. Do të thonë, ti si muezin e kish përblimin më të madh se sa një imam që ju del imam muslimanëve xhamatit nëse e thret ezanin. Sepse ka hadithe plot për ezanin, apo në ditën e gjykimit do t'i kanë qafat e gjata do të thotë muezinët, dhe normalisht secili që e ka dëgjuar zërin tënd ka me dëshmu para Allahut subhanahu wa taala. Ezanin në të cilën bazohen njerëzit në namaz dhe agjërim nuk lejohet ta ketë përsipër fëmia. Apo fëmia, pse? Sepse nuk din fëmia. Ndoshta fëmia i din ato shprehjet, ato thënjet, fjalë që thuan, por se këtu është qëllimi që nuk e din kohën kur hin. Pse tani është më lehtë çështja, sepse kur i nin këtë ezanet e thirrë edhe në bazë të tjerëve. Mirë, por nëse xhamit janë të shumta në atë vend, në këtë rast fëmijës i lejohet ta thrasë ezanin, siç tham. Pse? Sepse ky pinin të tjerat. Pinin të tjerat dhe po e din që ka hi vakti, atëherë nuk ka problem. Në fjalët e ezanit nuk guxohet, shtohet dhe as paksohet diçka. Qoftë në fillim apo mbarim të ezanit. Çka po ju kujtohet prej ezanit që kanë shpik, disa fjalë janë shijat. Apo që kanë shpik, thot Aliun Waliullah, nga shpik në ezan, që nuk ka të bëj me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu është e pëlqyer që muezini ta kthej fytyrën dhe gojen nga qielli kur ta thrasë ezanin dhe ikametin. Po normalisht është e pëlqyer edhe në djathtë dhe në të majt. Duke thënë hayya ala salat në djathtë, tusjat, nuk është hayya ala salat në djathtë, hayya ala falah në të majt. Jo, domethënë e sjell kokën. Në djathtë, në të majt, tu thonë hayya ala salat edhe tu thonë hayya ala falah. Dhe Sheh Meshuri, hafidhahullahu taala, thot që lëvizja e kokës duhet të bëhet vetëm koka të lëviz, jo krejt trupi, jo krejt supet me lëviz. Supet apo trupi rrin drejt, vetëm koka lëvizet. Ky është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, mendimi i Sheikhul Islam Ibn Taymiyes është se kur thirret ikameti për në namaz, nëse njeriu thot është në këmbë, është e pëlqyer tulet. Edhe nëse nuk e ka falur namazin për shëndetës xhamisë. Kështu ka mendimin. Ibn Mansuri thot, kam parë Ebu Abdullahin Ahmedin, thot doli namaz të akşamit, kur arriti në saf, muezini filloi të thras ikametin, ndërsa ai ul, e priti derisa, domethënë përfundoi ikameti, pak para përfundimit u ngrit. Të dalësh nga xhamia pas thirrjes së ezanit është e ndaluar. Që shkarën hadith pejgamberit se kush e dëgjon ezanin, është brenda në xhami, thot kush largohet prej xhamis, thot e ka kundërshtuar Ebul Kasimin. Ebul Kasimi është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ezani njeriut i cili thret ezan duke qenë ulur pa arsye, thot nuk i pranohet. Thot nëse s'ka asnjë arsye, nuk është sakat në një aspekt. Thjesht ulet edhe e thirr ezanin. Nuk i pranohet ky ezan. Transmetohet nga imami se ai i cili thret ezanin ulur duhet të përsëritet ai ezan. Domethënë është me një aspekt obligim që të ngritesh në këmbë. Gjithashtu thot e ka ndaluar ezanin nga gjunubi. Nga gjunubi, ai personi i cili është gjunub nuk lejohet me thirr ezanin. Ka polemika se a pranohet tash ezani fasikut. Fasik quhet ai i cili shkel urdhat e Allahut dhe të pejgamberit alayhi salam, që është gjunaqçar i madh, apo se gjunat e vogla na secili bëjmë, por është fjala për gjunat e mëdha. Subhanallahu, keni vret për shembull për ka njerëz që janë do të thotë që janë ma show, që njerëzit i njohin apo nëpër media që dalin, ku e diuna, edhe ju japin apo i nxisin që ta thrasin ezanin. Edhe njerëzit pastaj e bëjnë shembull një këngëtar të caktuar apo një njeri i cili është mëkatar dhe e thret ezanin. Domethënë çfarë ka polemika se a pranohet ezani fasikut? Mendimi më i vërtet është se nuk pranohet.
sepse ka kundërshtuar urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është sunet thot që për në namaz të kusufit, apo të thirret es-salatu jami'atun, e janë në namaz së bashku. Argument është fjala e Aishës se thot u mbulua dielli në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe dërgoi një thirrës të thirriste es-salatu jami'atun. Më thonë me thirr me shtu edhe kët fjalë. Nuk thirret për namazin e bajramit e as istisqas, namazi shiut, e as për teravi. Nuk thirret domethënë ezani për namaz të bajramit, për namaz të shiut dhe për namaz të teravis. Tash para më muçu njerë edhe me thonë, po këto namazë janë shumë të vlefshme, janë namazë sunete shumë të fuqishme. Dhe logjika e njeriu, çfarë mund me thonë? Mund me shpik një ezan. Me thonë ti throsim njerëzit le të vinë subhanallahu. Çka ka të keqe këto? Po jo. Ka tekste që nuk e ka bu Muhamedi alayhi salatu wassalam. Këndimi ilahive, bërja të spe, apo duan minare, nuk është sunet. Nuk është sunet. Madje disa Maliki dhe Shafi edhe Ahmedi kanë thënë se kjo është prej bidateve të urryera. Unë po e shtoj tek ne, ka qenë në për fshatra, çfarë kanë bërë? I thëshin salavatet ju qeshin, apo kur një person ka vdek për shembull, ja përmendshin emrin e babës, e nonës, e kujt diune, duke lajmëruar në për minare që ka vdek filoni, sen krejt këto janë bidate dhe nuk lejohet, edhe pse në disa xhamia të fshatrave është larguar ky bidat. Apo elhamdulillah, më thon gradualisht po përmirësohet gjendja vllazni. Nuk është kjo gjendje, nuk është ajo gjendje që ka qenë para 25 vjete, e diu në shumë mirë. Se si ka qenë suneti dhe si është tani, si është domethënë i përhapur elhamdulillah në mesin e trinëve në për xhamia. Të pasuarit e muezinit është e pëlqyer, me pasu muezinin është e pëlqyer, dhe nëse njeriu është në namaz përveç nëse hayya alal thot la hawla, domethënë hayya alal sala thot la hawla wala quwata illa billah, apo. Pastaj thot është e pëlqyer që njerëzit të mos ngrihen në këmbë kur të fillojë ezani. Me po të rinë dhe ta përsërisin atë çfarë domethënë çfarë e thot muezini. Thënia salatu khairun min an-nawm është sunet vetëm në namazin e sabahut. Më thonë, es-salatu, namazi, khairun min an-nawm është ma khairit se sa min an-nawm është gjumi. Bukur. Pikë tjetër kemi kaptina mbi mbulimin e pjesëve të turpshme. Më thonë, namaz duhet më mbulu, me pas pjesë të turpshme të mbuluara, sepse nuk pranohet namazi. Mbulimi i fytyrës është pjesë e turpshme në shikim dhe jo në namaz, përveç nëse ka ndonjë të huaj. Më thonë, këtu po aludon që Sheikhul Islam Ibn Taymije apo po tregon çështjen e mbulimit të fytyrës së gruas. Më thonë, është pjesë e turpshme në shikim, por jo në namaz. Në namaz e ek dhe falesh pa të bilen hadith e ka ardhur edhe në Qabe kur ta bën tavafin apo nuk duhet të ketë të mbuluar fytyrën, dhe kjo është një prej argumenteve që e bëjnë sunnet vendosjen e peqës, por nuk e bëjnë obligim, siç e ka dhe një libër Sheikh Albani rahimahullahu taala rreth hijabit apo rreth mbulesës së gruas muslimane. Mendimi atyre që thonë se pjesë të turpshme të robreshat janë vetëm organi gjenital dhe vrima anale e mbrapme, është e gabim thot. Dhe larg kësaj janë fjalët e Imam Ahmedit. Në aspekt disa, po thot Sheikhul Islam Ibn Taymije, disa problematëse kanë thonë se tek robreshat vetëm organi gjenital para dhe mbrapa janë vendet turpshme, ndërsa krejt gjërat tjera që janë nuk janë turpshme. Kjo është larg realitetit. Nuk lejohet me menu kështu. Nuk është i vërtet namazi, thot, nuk pranohet namazi, apo me rroba të vjedhura, të mëndafshit dhe as në vend të uzurpuar. Shiko, janë disa çështje me rëndësi. Nuk ta pranon Allahu subhanahu wa taala namazin nëse i ki rroba të vjedhura, je me rroba të vjedhura. Të mëndafshit nuk lejohet për mashkullin. E as në një vend ku është i vjedhur, ku është i uzurpuar. Nëse falet me një vend të uzurpuar apo rroba të vjedhura, duke mos e ditur këta, nuk ka nevojë me përsërit namazin, se nuk ka të e ditë. Ai i cili mbyllet në një vend të uzurpuar, nuk ka nevojë ta përsërisë namazin, nuk mundet.
Thot, ky është mendimi i gjithë dietarëve sepse për këtë nuk është ndaluar ndenja në këtë vend. Ai cili nuk ka rroba, çka me bo? Azni, këto mesele janë mesele që ju kanë ndodhur edhe ulemave, ju kanë ndodhur presione të mëdha nga pushtetet e ndryshme, ka pas raste ja u kanë heq teshat. Edhe për atë arsye kanë pas përgjigje apo pyetje të përgjigjeve që ju kanë ardhur, çka me bo, nëse më fusin në burg, mi hekin teshat, jam pa tesha, si të falem? Ka thonë falet ullur. Mirë po namazin jo me lon, edhe pa tesha. Nëse gjen rroba vetëm për një pjesë të trupit, duhet ta mbuloj pjesën e pasme dhe pjesën e poshtme të avretit dhe falet në këmbë. Nëse s'ka kur gjo, vetëm thjesht me mbulu avretet kryesore, do thotë të përparme dhe të pasme, atër vetëm ato dy e imbulon dhe falet në këmbë. Nëse thot, nuk ki as një rrobë, atër falesh ullur. Falesh ullur. Shtu ka thonë fetva Sheikhul Islam Ibn Taymija. Gjithmonë për të falurit mbi kafsh, anije, sejadet, të grabitat, themi ashtu siç është edhe për shtëpinë do të uzurpuar. Po ashtu thot, është e pëlqyer falja me këpucë. Më thonë është e pëlqyer falja me këpucë, mi kundërshtu kë? Jahudit, mi kundërshtu të tjerët. Mirë, po tash në xhamiat i kemi me tepia vllazni. Ha me shku, në po do me kry një sunet edhe mu fal me këpucë? Jo, nuk është kjo. Në raste ki mundësi mu fal me këpuca kur je për shembull me një piknik të caktuar, ke dal dikon. Atar mos i hek vlla këpucat, falu. Ani sidomos tash çdo 2 orë që i kemi namazet, midis rrugës nalesh e qesish një segjade apo diçka, edhe nuk i hek këpucat, falesh me këpuca. Ky është sunet i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Namazi nafile i robit të ikur nuk pranohet. Se një rob ik nuk pranohet. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala në Suratul Araf 31 thot se robi kur të dalë në namaz duhet t'i vesh të robat më të mira edhe më të bukura. Robat më të mira edhe më të bukura. I kemi dy kaptina, edhe po e përfundojmë inshallah taala. Kaptina e largimit të papastërtisë nga trupi dhe vendi i faljes. Është detyrim, thot, pastrimi i trupit nga papastërtitë. Argument për këtë i kemi hadithet për pastrimin, nevoja madhe, pastrimin nga urina, se normalisht nëse nuk i bën këto nuk pranohet namazi, sepse kusht i pranimit namazit është pastërtia. Për pastrimin e vendit të faljes është argument hadithi. Në këtë xhami nuk bëhet as urina dhe as nevoja madhe. Dha urdhër pejgamberit sasam që me marr një kof, një kusi me ujë edhe me vendos aty. Më thonë për atë beduinën e dini rastin, kur është futur në xhami, ka urinu dhe sahabët kanë nisur t'i afron ati, më thonë ta ndalojnë Muhamedi alayhi salatu wassalam, i ka thonë lëreni le ta kryej. E pastaj dhe më thonë hadithi deri në fund që është që ka urdhëruar Muhamedi alayhi salatu wassalam ta pastroj vendin ku e ka bërë të fliqur ai beduini. Ai cili falet me papastërti, duke haruar apo duke mos e ditur, nuk duhet ta përsëris namazin. Masi që e ka kry, e ka vret që ka diçka papastërti, atëherë nuk ka nevojë me përsërit namazin. Thot ndalohet afrimi në xhami për atë i cili ha hudhër apo në ngjashme me të. Ngjashme me të është kepa. Ky është mendimi i shumicës dietarëve. Këtu ulemaja kanë fut vllazni, edhe cigaren edhe çdo gjë që i pengon apo ka erë të keqe që ju pengon të tjerëve. Më konkretisht i pengon me lajkeve dhe kur ti pengon me lajkeve është i pengon edhe njerëzve. Çdo gjë që i pengon me lajket i pengon edhe njerëzit. Apo për shembull, ku e dione i ke çorapët me erë shumë të rëndë, keni vret për shembull nëpër xhamia, subhanallahu, njeriu sa nuk mund të jetë i koncentruar kur e vendos kokën në sejdë, ballin sejdë dhe paraprakisht ka qenë dikush me çorapa jo të pastërta, se si vjen era në atë tepi. Domethënë i shkakton jo rahati xhamatit të muslimanëve në xhami. Po ashtu, namazi në varreza nuk është i vërtetë, thot. Ndalesa është për shkak të ndalimit nga shirku. E ka ndaluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam namazin varreza edhe në WC. Nuk lejohet namazi tani në nevojtore. Nëse ka pengesë mes njeriu dhe nevojtorës, atëherë lejohet. Domethënë nëse ka një lloj pengese,
nuk ka problem se lloj sutre. Apo mendimi i Imam Ahmedit dhe pasuesve të tij thot se është e urryer hyrja në kish në të cilën ka fotografi, sa i përket namazit në të është edhe më keq. E muslimat e shkret hynë në për kisha, këqyrin, ato kodionë që i kanë zbukuru mrena, interesant. Ma e keqja, kom po vëllezër që janë 5 vakatli, subhanallah, edhe qesin fotot kishat, i qesin në për Facebooka. Çka kimër vllon, s'po kuptoj. Qa po lavdosh me kisha? Ajo është vendi shirkut aty o vllaja. Është vendi shirkut. Për çka po reklamon ato? Nëse don me reklamoj e xhamin. Jo vendin ku hidhrot Allahu subhanahu wa taala. Edhe më keq mu fut brenda, po hala më keq mu shku edhe me vendos qira aty që kënë se me të pranu duaja. Ose disa që thënë shko në kish, shko shtriu në kish, rrit ta natën në kish dhe nesër shërohesh prej smundjeve apo çrregullimeve dhe më thënë çrregullimeve psiqike. Në këtë të gjëra janë të ndaluara në fen tonë. Pastaj thot, namazi fars në brendësinë e qabës thot nuk është i vërtet. Ndërsa nafila thot pranohet. Ky është mendimi i Sheikhut Islam ibn Taymiyes. Nuk pranohet namazin në vende ku rrëshqet toka. Lejohet të zotruarit për të falur në qabe. Tash, nuk pranohet namazin në vendet ku rrëshqet toka, është fjalë ku nuk është stabile toka. Apo, bile, Sheikh Meshuri, hafidhallahu ta'ala, në librin e tij Gabimet e namazlive, thot nuk lejohet më fal vllazni mbi synxher. Sepse është e butë shumë dhe ka një lloj nuk ka një lloj stabiliteti, nuk është i fortë sikur toka. E nuk lejohet thot kur të bjen sejdë, apo nuk lejohet thot në synxher më fal. Po duhet me një platformë e cila është e fortë. Një platformë e cila është e fortë. Pika tjetër siç tham, lejohet të zotruarit për të falur në qabe. Dhe pika e fundit, kaptina e fundit për sonte, thot nëse qabja prishet, po e themi. Prishet në kontekstin se është duke u ndërtuar, duke u rindërtuar. Namazi nuk pranohet derisa në vend qabës të vendoset diçka. Të drejtohen njerëzit nga ajo. Argument për këtë është fjali Ibn Abbasit, që ja tha Ibn Zuberit kur e prishi qabën për ta rindërtuar. Domethënë është fjala një lloj rindërtimi i qabës, çfarë i tha? Thon mos i lër njerëzit pa kible. Vendos rreth qabës drun ndonjë varr në to perde, çiti ndaj perde, ndaj gjë. Thot që njerëzit të bëjnë tavaf rreth saj dhe drejtohen në namaz. Dhe Ibn Zuberi e bëri kështu. Hijri, apo thot që pjesa e pandërtuar e qabës, në formë harku, është ngritur nga kufiri i saj, ka mbetur e pandërtuar nga që Kurejshet kur ndërtuan qabën nuk patën pasuri halal për me e vazhdu. Subhanallah. Edhe Kurejshet, apo mushrik, e dinin që me haram nuk ndërtohet qabja, nuk rindërtohet, apo nuk ndihmohet qabja për vetëse me halal. Thot Hijri nuk është prej qabës, por brendësia saj prej 6 kudëve diç është prej qabës. Ai i cili është afër qabës duhet të drejtohet në drejtim të vetë qabës direkt. Ndërsa ai i cili është larg duhet të drejtohet vetëm nga ana e qabës. E rëndësishme është një prej anëve, nëse i bjerë nuk ka asnjë problem. Dhe pika e fundit për sonte është kujt i përzihet ana e qabës. Nuk e din saktësisht, atëherë duhet me bë ijtihad. Tash elhamdulillah janë aplikacione të ndryshme që e tregojnë saktësisht dhe thot drejtimin e qabës deri në takimin e radhës me kaptinën e niyetit, pastaj kaptinën e duas, pastaj kaptina e sejdës së Kur'anit, sejdës së harresës, pastaj kemi kaptina e namazit me xhamat e kështu me radhë. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Nëse keni ndonjë pyetje, do të mundohemi t'ju përgjigjem atë që na ka lehtësuar Allahu subhanahu wa ta'ala.